A i kanë ra tash filterat, apo i lerat, as po i lerat, kush i kanë ra Albin Kurtit? Nështë po edhe skandalin e tjetër, që është shqetësus, në çdo vend normal me tra komplet blloqe. 25 vjet mas luftës. 26 vjet, na si vjet e kemi pas 26 vjetorin, na kemi pas si vjet, këto ditë kur po flasim, në për komunat Kosovës, festohet 26 vjetori i shlirimit këtij vendi. Dhe te e ki një lajm të faktum që Kosova është në kolaps energjetik. Pse? A i kanë ra tash filterat, apo i lerat, as po i lerat, kush i kanë ra Albin Kurtit? Cilën duhet tash përpara, le del djetë javë sëqarën qytetarëve, cilën duhet tash përpara? Apo i lerat, a filterat? Ranë këtë bloqët. Sepse? Njëtën kohë, Infokusi e qiti me dokumenta. Terrin nuk e mund me mbulu. Që zarro ka nominu, ato që është nominim që distributorit e njofton me sa është prodhimi energjisë elektrike që ka menshu në rrjet për konsumatorë qytetarët, e patë zero për i këtë bloqë. Edhe është kost të rikëthimi ty, edhe është kost të riparimi. Edhe është shmim të për i larë që une në vazhdimësi jëmë të thoshe aktualisht këtu përfitojnë mafia energjetike, ato që e ka pas shumë dëshirë me përmen Albin Kurti, e ku është halos sot i njëjti akter, Vuk Hamovici me kompaninë e tina dhe bondat e ti që mund të thuhet që në kohë dhe bonda kriminele në aspektin, sidomos në aspektin ekonomik, energjetik, sot janë njëjtat. Ata përfitojnë, për neve kamë na fakturu. Qytetarët e Republikës kamë ju fakturu çdo cent i blerjes energjisë elektrike që na detyrohemi me marr prej këtyre njerëzve dhe prej këtyre kompanive, si rezultat që ki mungesë prodhimit të energjisë prej kekut. Shkelzen, problemi është kështu, do të ndalem pak te mos reagimi i qytetarëve karshi këtyre problemeve dhe karshi shtrejtimit rrymës dhe shtrejtimit gjërat që ndodhin në Kosovë në përgjithësi, ose tek vështërësimi i jetesës në Kosovë. Qytetarët e Republikës Kosovës, me njëherë pas zgjedhjeve, kanë prit që institucionet e reja do të reflektojnë. Institucionet e reja do t'i dhonë një qasje tjetër kësaj problematike. Do të kenë në fokus ose në prioritet qytetarët. Dhe mos reagimin e tyre në këtë fazë, unë nuk mund të arsytoj ndryshe përveç vullnetit madh dhe pritjes së konstituimit të institucioneve tjera. Dhe në anën tjetër, ajo çka unë sot shoh, domethënë me 20 qershor kur po flasim, në takimet me qytetar, unë sot shoh zhgënjim, unë sot shoh frustrim, unë sot shoh dëshpërim, të cilët janë para një eksplodimi. Kanë hallet mëdhaja qytetarët shkelzen. Vetëm futën cilin dush market të Kosovës, kudo, qoftë në Prishtinë, qoftë në qytete më të vogla. Edhe veç nalu, edhe vështroj çmimet, të cilat janë të ngjitura tek artikujt dhe ti e sheh ose e arsyton frustrimin e qytetarëve. Unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës janë duke duruar skajshmërisht shumë për poshtrimin që është duke ia bë Albin Kurti me kabinetin e tij qeveresës. Kthehem te mafia energjetike. Po jo mafia energjetike, po multimafia energjetike ka bërë në këtë vend. Aferat e tij prej Martin Berishës e rend dej te ky Nagip, pasi e pati emrin Nagip Krasniqi e të tjerët të cilët e dejtë dhe Jona Mihajl, e cila i tregojnë kuj mi anal rrymën e kuj mos mi anal, grupet WhatsApp flasin shumë. Dhe populli thotë zullumi kputet prej strashe, e këtu është trash zullumi ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës dhe ndaj shtetit Kosovës.